Adhurim Kryeziu nga Prishtina vendosi të sfidoj kufijtë e forcës fizike dhe mentale. Qëllimi ishte i qartë, hyrja në librin e rekordeve botërore. Për më shumë se një vit, ai u përgadit pa u ndalur, me disiplinë dhe përkushtim maksimal. Sfida ishte thjesht në dukje, por shumë e vështirë, të qëndronte ulur në pozicion statik i mbështetur për muri, një provë që kërkon forcë, qëndrueshmëri dhe vullnet të fortë. Rekordi më parshëm ishte mbi 358 kg, por dje para dëshmitarve, adhurimi bëri histori. Ai mbajti mbi 373 kg. Tani ai ka bërë hapin e radhës, aplikimin zyrtar për në librin e Guinnessit. Kom desh me provu diçka të re tek vetja jam, dhe mi arrit nivelet dhe i sa më me shku. A është bama përpara kjo sfidë në botë? Po tek ne shqiptarët jo, tek ky ushtrim që kom pasur. Ky ushtrim që është qëndrimi statik në murin në fund karrikës, po kanë libri Guinnessit të kanë 358, sot e treva one me 373. Pra ti ke apliku në librin e Guinnessit, a mundësh më na tregu cilat kanë qenë kushtet e tyre? Procedura kanë shumë ndërrigume, mas pari duhet me apliku, duhet me prit një kohë shumë gjatë kohore, por për fat mirën e kom pas shumë fat, procedura kanë shumë më shpejt. Tani kur ma kanë kthy kërkesën përmes emailës, i kanë çu procedura se çu duhet me shku, i kanë lyp njerëz dëshmitar, sot unë kom pas dëshmitar sekretarin e Federatës Bodybuildingut, një profesor, menaxherin e fitnessit, edhe kom pas edhe një notere. E kom një rezultat që kom tregu, besoj që kom qenë përgjigja pozitive, edhe pak me emocione. A ke vështirë me vo? Jo, më tregu drejt jo, për shkak se gjatë të jetës kom ushtru me motiv vullnet edhe besimin në Zot, gjithçka shkon sipas rregullores, mirë. A ushtron çdo ditë? Ushtroj 6 herë në javë, ditën e bëj pushim. Sa tu ka dashur me u përgatit për këtë sfidë? Ma shumë se një vjet. Ma shumë se një vjet, domethënë e kom pas që më me arrit, edhe jam fokusuar në vete shumë, edhe jam vazhdu derisa tash jam ku jam. Do me thonë ma shumë se një vit konstant je përgatit për këtë sfidë? Po, konstant non stop, me disiplinë, ushqimin në rregull, gjumin në rregull, disiplina është ani kryesor, edhe besimi në vete. Disiplina është diçka që shumë e rëndësishme për shëndetën tonë, edhe i preferoj çdo të riu që më fokusu në veten, karrierën e vet, për të ardhmen e tyre.